Përshëndetje të shumish. Sot do të ndalemi tek disa mesazhe, të cilat mund të kenë shumë lidhje me ju në këtë muaj kur ju po e shihni videon, pra është një mesazh timeless, dhe janë mesazhe timeless, por nëse ju e shikoni në kohë reale, do të thotë që këto mesazhe lidhen me periudhën e hënës së re, në korik, ose me periudhën e hënës së re në muajin kur ju ndodheni. Si një lexim energjik paraprak, duke qenë se erdhi si kartë, mund të them që keni shumë të duruar me diçka dhe të vendosur për të arritur deri në fund, për të shkuar deri në fund, për të pritur deri në fund. Jeni shumë të orientuar nga detajet si person, pra ju pëlqen që të analizoni përpara se të merrni vendimin e duhur apo përpara se të thoni po ose jo. Pra ju pëlqen vërtet shumë, edhe nëse juve ju jepen për shembull dokumenta për të firmosur, ju jeni nga ata të cilët i lexojnë dhe duan t'i lexojnë, jo se thjesht i firmosin dhe nuk i kushtojnë rëndësi. Dhe keni durim për këtë, keni shumë durim dhe jeni gjithnjë të drejtuar nga intuita juaj, nga njohuria e brendshme, nga maturiteti që ju keni, maturiteti emocional. Dëgjoni vërtet shumë intuitën e brendshme dhe kjo ju bën që të merrni vendimet e duhura. Dhe breshka mund të rezonojë me ju. Por këto mesazhe do t'i ndajmë në 3 grupime, duke bërë të mundur që ju të mund të zgjidhni këtë radhë. Në rregull, ju mund të zgjidhni edhe nëpërmjet numrave 1, 2 dhe 3. Por si simbolika, mendova dhe u ndjeva e udhëzuar që të vendos pilivesën për grupin 1, fluturën për grupin 2 dhe bletën për grupin 3, duke qenë se erdhën vërtet shumë si energji dhe në leximin e hënës së re. Dhe janë të treja figura që lidhen me transformimin. Janë të treja kafshë që simbolizojnë këtë metamorfozën, kalimin nga një gjendje në një gjendje tjetër. Janë insekte me krah, po që tani është koha të fluturoni. Mund të fluturoni nga gëzimi për një lajm të bukur që vjen në jetën tuaj, mund të fluturoni nga gëzimi thjesht sepse jeni të lumtur. Ndonjëherë nuk kemi pse të kemi arsye që të jemi të lumtur. Lumturia nuk është diçka që varet nga diçka tjetër. Këtë ndoshta nuk kuptojnë shumica e njerëzve dhe gabojnë dhe mendojnë që do të jem i ose e lumtur kur të kem këtë, i ose e lumtur kur të kem atë. Dhe në rregull, jeta mund t'ju aprovoj, mund t'ju jap këtë që ju doni. Do të jeni të lumtur? Mua më ka ndodhur që jo. Kam menduar që do të jem e lumtur kur të kem X gjë apo kur të jem në X gjendje për shembull. Jeta mund të të përballë gjithnjë me sfida, me vështirësi. Ajo gjë nuk është e përjetshme dhe lumturia është diçka që ne zgjedhim ta mbartim, edhe në kaos, edhe në ditë të zymta, edhe në ditë kur nuk ka shpresë, ose duket sikur nuk ka shpresë dhe duket sikur është errësirë, ne e zgjedhim dhe themi unë sot zgjedh të jem e lumtur për shembull. Nuk ka rëndësi se çfarë ndodh, nuk ka rëndësi se çfarë përgjigje marr nga kjo, shliroj pritshmëritë e mia dhe zgjedh të jem e lumtur. Pra, lumturia nuk varet nga asgjë dhe ju mund ta mbartni në çdo moment. Uroj që të keni zgjedhur grupimin tuaj. Unë po zgjedh edhe kartat për energjinë e përgjithshme të secilit prej grupeve. Do të nisem me një lexim energjie të përgjithshme, më pas me konfirmime, me kartat tarot dhe më pas me një pyetje, ndoshta përgjigje për pyetjen tuaj. Do të shohim se si do të shkojë. Duke filluar me grupin 1, një mesazh shumë i bukur. Të dëgjoni ëndrat tuaja. Ne e thamë tek videoja e hënës së re, ëndrat do të jenë potente. Për disa unë dëgjova që ose do të jenë potente dhe shumë me sinjalizime dhe simbole dhe sinkronicitete, ëndra të gjalla, ndoshta lucid dream që ju mund ta kontrolloni. Për disa të tjerë, ëndrat do të jenë të çakortuara. Do të jenë, mund të shikoni për shembull veten në disa rrethana me njerëz që nuk i njihni, në një botë si të thuash realistike, jo fantastike, pra është diçka reale sikur ju po jetoni, por në kushte të çuditshme. Pra që do ngriheni në mëngjes dhe të thoni çfarë ishte kjo ëndër. Nuk kam asnjë lloj ideje se çfarë mund të jetë. Pra janë 2 grupime. Dhe nga ana tjetër, një grupim i tretë lidhet jo me ëndrat specifikisht, por të dëgjoni, të ndiqni ëndrat tuaja, pra ëndrat që doni të arrini në këtë kuptim, në këtë sens. Nëse keni një ëndër të bëni dikushi, ne folëm në një video më saktë, nuk po e mbaj mend tani se cila, por ideja është që personi që doni të jeni, kjo është ajo që po ndjej tani dhe po dëgjoj. Ëndra që ju keni për jetën tuaj, si doni që jeta juaj të jetë, personi që doni të jeni, personat me të cilët doni të shoqëroheni, e të tjerë. Ndiqeni ëndrrën tuaj, mos e lini në sirtar. Kjo është energjia që po ndjej për ju.
Dhe le të shohim konfirmimet që do të vinë për ju. Mesazhe shumë interesante për të treja prej grupimeve. Pra në një grupim, 3 grupime të ndryshme. Por që shumë mesazhe mund të merrni nëpërmjet ëndrave tuaja. Dhe unë sugjeroj gjithnjë, nëse keni një pyetje, bëjeni para se të flini. Shkruajini një letër dhe mbajini letrën poshtë shtëpit tuaj. Dhe në shumicën e rasteve, ose më saktë gjithnjë, përgjigjja vjen. Pyetja është dhe çështja është sa I mbajmë mend ne ëndrat. Dhe nëse jeni person që ngriheni shpesh natën, sigurisht që kjo mund të jetë më e mundshme për ju. Ka disa persona që praktikojnë pjesën e të vënurit të alarmit. Ka disa persona që duan të mësojnë lucid dream, pra që të kontrollojnë ëndrrën e tyre, dhe për këtë ata bëjnë praktika nga më të ndryshmet. Personalisht nuk kam dashur asnjëherë që të përdor këto praktikash, sepse them të drejtën kanë ndodhur natyrisht për mua. Dhe ndonjëherë nuk e di pse, por më duket sikur kur I forcojmë gjërat, më tepër I largojmë ato. Dhe kur I lëm që të ndodhin siç duhet, kur është koha e dur, kur ne jemi gati për to, gjithçka ndodh më së miri. Kjo është praktika ime, është opinioni im, ju mund të zgjidhni të bëni çfarë të doni. Një mesazh shumë I bukur që ndodhet në si të thuash, doja të thoya në fillim dhe në fund. Dhe në fakt çdo fund e ka një fillim, pra janë të dyja. Në momentin që mbaron, fillon cikli, si të thuash. Dhe është vërtet shumë e bukur kur e mendon, sepse çdo gjë që humbasim lëvon për një gjë të re. Çdo fund e ka një fillim. Dielli perëndon për të lindur përsëri sërish, e gjëra të tilla si këto. Dhe si të thuash, kjo kartë është fillimi I të gjitha kartave të tjera. Por është fillimi pas një fundi. Pra nëse ju keni përjetuar një fund në jetën tuaj, çështja është mos hiqni dorë nga të ëndërruarit. Mos hiqni dorë që të provoni përsëri, apo thjesht të jeni të durueshëm si energjia e fillimit që ne thamë, dhe jo më kot erdhi si kartë. Pra thjesht të jeni të dedikuar, të duruar në lidhje me jetën tuaj dhe rrethanat e saj. Sepse jo më kot durimi që ti është përblet në fund. Dhe kjo kartë është vërtet shumë e bukur. Sa herë shoh, sidomos paraqitja që ndodhet në këtë grupim, më lë të kuptoj si një vulkan. E keni parasysh kur ju ka ardhur majt hundës dhe vjen një pikë që s'mban më kur thon nuk duroj dot më? Kjo është ajo që unë ndjej me këtë. Dhe ka dy rrugë. Ose hiqni dorë dhe jeni ju hiqni dorë totalisht, sepse shpresa vdes e fundit ose asnjëherë. Unë e them këtë sepse gjithnjë përpara se ju vërtet të hiqni dorë 100%, ajo që ju doni ndodh. Sepse është gjendja e duhur për të ardhur, është gjendja e duhur që ju po jepni frym, të marr frym gjithçka që ju doni. Qoftë edhe vetes tuaj, të jepni kohë që të jetë në paqe dhe të mos jeni gjithkohës aty, u bë, erdhi, arriti, furdovi e të tjerë. Dhe ju thjesht çlironi çfarë do pritshmërie dhe jeni në këtë gjendje e duhur që nuk e keni më mendin aty. Thjesht jeni mërzitur, e hiqni mendin nga ajo, nuk dua ta mendoj më tani. Ky është momenti kur ndodh. Dhe kemi një hënë të re këtu, që mund të simbolizoj këtë hënë të re, pra për të cilën ne folëm, energjia që mbartet tani. Dhe ju jeni në këtë energjinë që ose keni qenë më saktë, po I mendoni shumë gjëra, të gjitha alternativat e mundshme, po I sillni ndërmend, po sikur të ndodh kjo, po sikur të bëhet ajo, të tjerë. Pasi shikoni është thjesht një energji që nuk është e pritshme, nuk ka mbarim, dhe thjesht ju mban juve, po shoh tani ata persona të cilët luajnë me top dhe ju mban në këtë lup, në këtë gjendje cikli që ne dhe folëm, fillimi dhe fundi. Pa patur një dalje, si të thuash, thjesht vazhdon çdo mëngjes ju filloni me njëra mendime dhe në darkë I mbani dhe teksa klini dhe më pas me të njëjtat mendime. Dhe po vjen shumë për ju kjo energjia e cikleve, e rrethit, sepse tani më erdhi një kartë vërtet shumë e bukur, që tregon dy flutura të bukura që po fluturojnë. Ju mund të dëgjoni dhe grupimin e fluturës, me që erdhi si mesazh tani më. Pra tregon gjithçka e destinuar për ju do të ndodhë në kohën dhe në momentin e duhur. Ne e cekëm pak. Nuk keni pse të stresoheni për këtë pjesë. Gjithçka që është e thënë për ju është e destinuar për ju. Zëreni se iku mbaroi ajo punë, thjesht do ndodh kur është për të thënë. Dhe shembulli I bukur që po më vjen është mendojeni jetën tuaj si një libër, I cili tani më është publikuar, apo një film, I cili tani më është I filmuar dhe është I gjithë I filmuar, gati. Dhe si të thuash, ju jeni në pikën 15 të filmit, ndërkohë që keni kaq shumë përpara, dhe ju doni të dini kur do ndodh kjo gjëja. Ju në fakt mund
mund ta shikoni të gjithë filmin, por e bukur është sepse si mund të ishte e bukur për shembull që ju ta dini fundin dhe të shikoni ngjarjen. Sigurisht është e bukur, mamaja ime për shembull ka patur një zakon që lexonte librin nga fundi një herë dhe më pas si rikthej nga fillimi ta lexonte, ose lexonte një herë në mes, një herë në fund. Nuk e di pse ka patur këtë lloj zakoni, por është thjesht kjo ideja që do të dish fundin. Por a nuk është më bukur ti lësh gjërat në rrjedhën e tyre, pra kur e shikon për shembull një telenovel nga fillimi në fund që ka atë lloj rrjedhje logjike, sepse jo më kot jemi këtu për të jetuar. Ne për këtë qëllim vim këtu që gjërat i shohim në një mënyrë lineare. Ndryshe çdo gjë ekziston. Çdo gjë ekziston për te koza hapësirës se kaluara, tashme dhe ardhmja janë në të njëjtën kohë. Dhe kjo është e bukur e jetës apo jo, është shiheni si një lojë. Dhe në momentin që ju të çlironi këtë kontrollin dhe thoni mjaft më, fati vjen dhe ju surprizon. Dhe një shprehje e bukur që po mbien tani është fati, nuk e mbaj mend kush e ka thënë. Fati është ura që ne ndërtojmë për të shkuar atje ku ne duam, për të bërë ai që ne duam të bëhemi. Okej. Dhe ja ku është problemi juaj. Mesazhi i parë që dëgjova është që kjo mund të ketë të bëjë me një person fizik, një person që të keni për shembull marrëdhënie romantike me të, ndoshta nuk e keni takuar ende sepse po ndjeni një energji të re. Ndoshta ju doni për shembull ëndra juaj është të keni partnerin e jetës që të kuptojë, që të jetë aty për ju në çdo moment, të jetë besnik dhe i përkushtuar dhe i duruar siç ishte breshka në fillim. Ajo po vjen për ju në momentin që ju totalisht dilni nga mendja juaj çfarë do ndodh, rrethanat e ndryshme kur do ndodh. Çlironi pritshmërit, thoni mjaft më dhe thjesht jeni në këtë gjendjen e duhur përpara se të ishni komplet shpresat tuaja. Nga ana tjetër kjo mund mos ketë thjesht lidhje romantike, mund të ketë të bëjë me shoqëri, me njerëz të mirë dhe të sinqert. Ku janë këta njerëz të mirë që të më bëjnë të ndjem i ose e dëgjuar, i ose e kuptuar, dhe thjesht që t'jenë aty për mua, të kalojmë kohë të bukura së bashku, të flasim me njëri tjetrin dhe të shprehim mendimet dhe opinionet lirshëm. Dhe ne e tham, koha për të fluturuar nga gëzimi, ndoshta nga një lajm i bukur që po vjen për ju, që ju bën të festoni, dhe po shoh tani një familje e cila mbledhet së bashku apo thjesht miq dhe mikesha që kanë kopa u parë me njëri tjetrin që po mblidhen dhe po festojnë, ose thjesht njerëz të lumtur që po kërcasin gota si të thuash në festim. Pra këto janë gjitha ato që po shoh tani. Një energji shumë e bukur për ju. Dhe le të shohim nëse mund të gjejmë ndonjë farë përgjigje edhe nëpërmjet këtyre kartave. Por që këto mesazhe ishin shumë të bukura. Dhe le të shohim se çfarë do të vi. Vetëm një të lutem, sepse po vin nga 10. Dhe ato janë 10 gjithsej. Okej, shumë mesazhe interesante. Përgjigjja për ju, nëse keni menduar ose keni qenë në kokën tuaj të zgjedh këtë apo të zgjedh atë, zgjidhni atë çfarë është e re për ju dhe që nuk e keni provuar më parë, zgjidhni rrugën që nuk keni kaluar më përpara, diçka e re që mund të jetë riskoze, mund t'ju bëjë të ndjeni të pakës të keni frikë si të thuash, po çdo gjë e re ka këtë dhe këtë ndjesinë e entuziazmit. Por dëgjoni intuitën sepse intuita mund t'ju drejtojë në vende të reja, por gjithnjë në rrugën e duhur. Dhe ndoshta në këtë rrugë mund të keni një takim të bukur, një lajm të bukur, një eksperiencë të bukur që do ta festoni. Dhe prandaj është syri, pra zgjidhni diçka të re. Nëse ju kërkohet për shkak të zgjidhni diçka familjare dhe diçka që s'e keni provuar, zgjidhni këtë që s'e keni provuar. Nëse gjithnjë thoni jo, kur të tjerë t'ju ftojnë, thoni një herë po. Gjithashtu bëni gjëra që nuk i keni bërë më përpara. Për shembull, shkruajini ëndrat tuaja nëse nuk e keni bërë, eksplorojini ato. Nga ana tjetër, dilni nga mendja juaj, nëse gjithkohë jeni në mendje duke menduar, thoni një herë stop, nuk do të mendoj më tani. Pra gjithçka që keni bërë, provoni një herë diçka të re. Që u bën ta ndjeni mirë sigurisht, por që nuk e keni bërë më parë. Dhe këtu do të shihet përgjigjja juaj, ndoshta një dhuratë dhe ndoshta kjo është ajo që po ndjej, pra do surprizoheni nga kjo, se çfarë do të dalë prej saj. Shumë mesazhe të bukura. Por e vërtet keni rezonuar me ju, do doja të di opinionin tuaj në komente, eksperiencën tuaj. Sa rezonuan me ju, ishin sinqeritete apo konfirmime? Dhe shumë faleminderit për gjithë ju që komentoni. Ju jam shumë mirënjohëse dhe jam e lumtur të njihem vërtet me eksperiencën tuaj. Duke kaluar tani më tek grupi fluturës. Një mesazh shumë i bukur për ju. Oktapodi mund të ketë lidhje me ju, ju mund ta pëlqeni si qenie e ujit dhe ka vërtet shumë mesazhe.
me të cilat lidhet oktapodi dhe çfarë unë po ndjej, lidhet me adaptabilitetin, duke qenë se ka shumë këmbë, si të thuash. Pra që mund të bëj shumë gjëra një herësh. Ju ndoshta jeni njeri që bëni shumë gjëra një herësh, multitasking dhe nuk e keni problem. Pra mund të merrni me telefonata, mund të bëni emailë, mund të bëni shumë gjëra. Kjo është ajo që po ndjej që ju nuk e keni problem pra që të bëni shumë gjëra një herësh. Edhe të flisni, edhe të dëgjoni, edhe të shkruani. Mos u habisni sepse ka shumë individë të cilët nuk e bëjnë dot këtë. Bëjnë dot vetëm një gjë në një moment. Mamaja ime për shembull, po vjen shumë në shembull sot. Nëse është duke folur në telefon, ti mund të flasësh çfarë të duash, ajo nuk të dëgjon, nuk të kupton dhe thjesht e ka mendjen te kjo që po bën. Ndërkohë që unë mund të dëgjoj të dyja palët dhe mund të jap përgjigje, si të thuash, të dyja palët apo dhe më shumë. Dhe nuk e di se si, se pse dhe as se si ndodh, por edhe kur kam punuar një herë me fëmijë, nuk e di pse po ndjehem e uzuar ti them këto, por thjesht si shembull për ta parë në jetën tuaj. Me fëmijët është shumë e vështirë të punosh. Dhe sidomos kur janë të vegjël dhe thjesht duan vëmendjen e tyre dhe janë të 10 njëkohësisht që mund të kërkojnë një përgjigje dhe nëse ti nuk ja kthen të gjithëve përgjigjen në kohë reale do t'ju ngelet shefi dhe prandaj duhet ja bësh shefin të gjithëve dhe është vërtet një sfidë më vete. Edukatorët do të marrin dekorat, kjo është ajo që mendoj unë, por ideja është juve jeni natyralisht e keni si dhunti, si të thuash, që bëni shumë gjëra një herësh, edhe mendoni dhe analizoni dhe kjo ju bën vërtet shumë të shkathët në shumë situata. Të adaptueshëm në shumë situata edhe ndryshime të jetës që mund të hasni. Numri 30 mund të ketë lidhje me ju, dhe mund të rezonojë numri 3. Numri 2, me që është grupimi numër 2. Dhe ajo që po dëgjoj tani është që ndryshimet e jetës juve nuk ju trembin. Se ju, edhe sikur t'ju trembin, intuita juaj e di që ju jeni të adaptueshëm, intuita juaj e di që ju keni çfarë ju duhet për të patur sukses. Një mesazh tjetër që po dëgjoj është që ju ose për shembull keni ndruar shpesh herë shtëpi dhe kjo ju ka bërë, pra kur keni qenë të vegjël, ndoshta prindërve tuaj është dashur të lëvizin. Kjo mund të jetë një mesazh shumë specifik, jo për të gjithë për jush. Por keni ndruar shpesh herë shtëpi ose pozicione pune shpesh herë, punë nga më të ndryshme dhe kjo e ka bërë të jeni fleksibël dhe nuk i trembeni nëse ju ndryshon puna. Imagjinoni njerëzit për shembull që kanë 40 vite në një punë dhe papritur të ndryshojë, do ndryshojnë njerëzit, mënyra e punës, ndoshta struktura, ndoshta pozicioni i punës e të tjerë. Ju keni provuar shumë pozicione, shumë vende pune, shumë situash jeta ju ka hasur me njerëz nga më të ndryshmit. Dhe kjo e ka bërë të keni këtë adaptabilitet dhe fleksibilitet, ndoshta dhe emocional dhe të karakterit. Dhe ju keni shumë sfera si ai diamanti që po shoh tani që mund të pasqyroni. Pra me të gjithë ju mund të flisni, keni diçka për të thënë, keni një uri nga fusha nga më të ndryshme. Këto janë ato që po ndjej. Dhe jeni shumë inteligjent. Oktapodi është vërtet shumë inteligjent. Ndoshta të tjerë nuk e kuptojnë se sa shumë ju inteligjent jeni. Sepse ju ndoshta nuk e lini të kuptohet, thjesht me rezultatet tuaja flisni. Dhe thënë kjo, di shumë që ju jeni vërtet shumë punëtor me këto dy karta që erdhën. Dhe të keni punë ju entuziazmon, e shikoni si rritje, për shembull çdo ditë e shikoni produktive nëse ju keni diçka për të bërë, nëse ju përmbushni gola dhe synimet tuaja. Dhe ju duket sikur njëra pas tjetrës po i merrni këto shkallë, po i ngjisni, pra doni patjetër që të keni punë në duar, si të thuash, doni të merrni me diçka. Dhe kjo ju bën të ndjeni mirë. Si Oktapodi që po e shoh tani që me të gjitha tentakulat e veta dhe këmbët e veta ka diçka nëpër to, nuk do t'i mbaj bosh në asnjë moment. Dhe ju jeni natyralisht shumë bujar, me gjithçka ju keni, me resurse, një uri, me inteligjencën tuaj, pra jepni shumë për vendin ku punoni, për familjen tuaj, për miqësinë e të tjerë. Por shoh që keni, si të thuash, ajo që mund t'ju çaloj është thjesht overthinking. Duke qenë se mendoni shumë. Pra siç keni çdo gjë nga këto që veproni, doni të veproni për shembull në shumë gjëra një herësh, keni dhe overthinking që ndonjëherë ju mban shumë në mendjen tuaj dhe nuk ju lejon që të merrni riske dhe fillime të reja. Sepse keni frikë ndoshta, duke qenë se i kalkuloni shumë gjërat, jeni shumë inteligjent, hyni shumë thellë në analiza dhe sa më shumë të mendosh, aq më shumë nxjerr për shembull rezultate se si mund të dështosh, se si mund të ndodh kjo apo ajo. Dhe frika lind në mes, dyshimi dhe ju ndoshta nuk merrni këto riske që duhet i merrni.
Por, ndjej shumë që ose keni individ rreth e qarkush që ju suportojnë në këtë, pra që ju inkurajojnë, ose keni nevojë për këtë, nëse ju keni këta individ suportues, këta individ që ju besojnë dhe thonë që nuk ka problem, bëje këtë gjë, ju inkurajojnë si të thuash dhe ju ndihmojnë të dilni nga koka juaj, kjo ju bën juve të suksesshëm. Dhe kjo është karta më me prosperitet, duke sikur po shpërthem prosperitetin nga karta, kështu sa herë shoh këtë shikoj, sepse është kulminimi i grupimit të monedave të arta, pra që simbolizon të keni kaq shumë mirëqenie sa t'ju alini dhe pasardhësve tuaj. Do të pasardhësve tuaj. Pra të keni kaq shumë sa që t'jeni bujar me të. Kjo është dëshira juaj më e madhe. Por ju do të dini nga mendja juaj, të çironi obsesionet e mundshme, ndoshta obsesion mund të jetë edhe fakti që ju për shembull bëni shumë të ardhura, por mirësia juaj ju bën që më shumë të jepni sesa të mbani në xhep, si të thuash. Dhe ky mund të jetë një obsesion në vetvete dhe ju duhet të merrni një risk që të bëni diçka ndryshe. Dhe për këtë ndjej shumë që do t'ju ndihmojnë marrëdhëniet në jetën tuaj. Dëgjoni, vlerësojni, nëse i keni për shembull familjar, partner ose partnere, miq ose mikesha, ai individ do t'ju ndihmojnë ju në që të dilni nga mendja juaj dhe të çironi këto obsesione, overthinking. Por le të shohim dhe çfarë do të vi si një përgjigje dhe konfirmim. Sa po pash një gjë shumë të bukur. Okej. Sepse kur erdhi kjo kartë e vendosa në këtë lloj mënyre, pra, dhe tani më që e ktheva janë komplet e kundërta e njëra tjetrës, pra si nata me ditën. E para erdhi për ju fjalia plot jo. Dhe dëgjova shumë qartë që ndonjëherë të thënurit jo është një fjali e plot në vetvete. Dhe mbahet vërtet shumë pesh, si të thuash. Nuk ka nevojë për shpjegime, nuk ka nevojë për fjalë të tjera. Vetëm joja mjafton. Dhe këtë e lidha me faktin që ju jeni kaq bujar sa që familja mund t'ju shfrytëzojë, miqt mund t'ju shfrytëzojnë me të ardhurat tuaja, me kohën dhe energjinë, por duke qenë se janë pra kjo është grupimi i gjërave të prekshme, po e lidh me të ardhurat dhe me resurset, por mund të jetë çfarë do, mund të jetë energjia juaj, mund të jetë koha juaj, opinioni juaj, dhe ju duket sikur jeni gjatë gjithë kohës në multitasking, duke ndihmuar këtë, atë dhe për veten tuaj nuk ngelet as pak kohë, para, energji e të tjerë. Dhe ndonjëherë të thënurit jo, nuk ka diferencë, je familja apo jo. Sepse nëse unë nuk jam mirë për veten time, nëse unë nuk kam për veten time, si mund të të ndihmoj ty? Dhe unë nuk do vetë sakrifikohem që të vi dhe të të ndihmoj ty apo të jetoj jetën time për ty. Kam jetën time për të jetuar, për ta shijuar, kam golat e mi për ta arritur. Dhe kjo mund të lidhet me marrëdhëniet pra që keni në jetën tuaj, që mund të jenë shkaku për këtë, tani po e kuptoj të gjithën. Dhe pas kësaj joje, jeni poja për ju. Dhe pikërisht kjo mund të simbolizojë për shembull që ju tani më po e bëni, po e merrni këtë risk dhe po thoni jo për herë të parë gjatë kësaj periudhe, dhe për këtë do të shpërbleheni. E di që mund të duket sikur si mund të shpërblehem unë duke thënë jo, unë jam njeri i keq po e bëra këtë, as pak. Ju jeni njeriu më i mirë në botë po e bët këtë, sepse keni vlerësuar dhe keni dashur veten tuaj. Gjë që askush tjetër nuk do ta bëj për ju në vendin tuaj, si të thuash. Duhet ta bëni ju të parët për veten tuaj. Fundja veten e keni për gjithë jetën. Nëse nuk e doni ju veten, njerëzit ikin vinë, marrëdhëniet ndryshojnë, sigurisht që familja është diçka që nuk ikën dhe vjen, por ideja është që ndonjëherë edhe nuk kemi pse të, si të thuash, të kompromizojmë dhe të jemi dikush që nuk kemi, të vendosim maska që të qëndrojmë me familjen apo jo. Sigurisht mund t'i takojmë janë familja jonë, por nëse duan nga ne që të ndryshojmë, nëse duan nga ne që të japim gjithë veten tonë pa marrë asgjë mbrapsht, duhet vendosim disa kufi të shëndetshëm në këtë rast. Dhe në këtë moment ju shpërbleheni për këtë guxim që ju morët, që dolët nga guacka juaj, që menduat njëherë për veten tuaj, dhe tani më universi po mendon për ju. Ishte vërtet një grupim shumë interesant, më desh pak që ta kuptoja 100% energjinë tuaj, por që ishte shumë e bukur. Dhe duke kaluar te grupimi i bletës, që ne tham, dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, një mesazh shumë i bukur. Mund të them që erdhi dhe në fillim të leximit me breshkën, pash edhe bufin, por që nuk e thash. Numri 25 mund të ketë lidhje me ju, bufi me që e përmendëm tani. Numri 9, numri 54 mund të tregoj moshën tuaj, mund të tregoj ditën e ditëlindjes, numri 9, numrin e rrugtimit të jetës. Mund të rezonoj me ju në shumë mënyra. Ngjyra bojqelli dhe jeshile mund të rezonojnë me ju.
Le të shohim tani se çfarë mesazhesh duan të vinë për ju si konfirmim në lidhje me për çfarë duhet ta dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Ne gjithmonë duhet ta dëgjojmë. Nuk është se ka një moment kur duhet të fillojmë ta dëgjojmë. Por nëse nuk e kemi bërë deri më tani, nuk është asnjëherë vonë për ta bërë apo jo. Nga njëra anë po ndjeshëm këtë energjinë që ju po kuptoni rëndësinë e të patur një vizion të qartë, të mbroni kufit tuaj energjetik, të dëgjoni veten tuaj dhe mos të dëgjoni zhurmën e jashtme dhe opinionet e të tjerëve me të gjitha këto karta, sepse mund të shkaktojnë shumë dramë për ju të tjerët dhe mund t'ju japin të mbjellin në mendjen tuaj dyshim, frikë, e gjithë këto emocione që nuk ju bëjnë ju të veproni dhe të dëgjoni zërin e intuitës, pra si thua, zhurma jashtme është shumë herë më e lartë se sa ky zë kaq i njom dhe i butë i intuitës i brendshëm. Dhe për këtë ju duhet të shikoni qartë kush është vërtet ai që duhet të jetë për krah jush dhe kush vërtet do më të mirën për ju dhe kush jo. Sepse është si të thuash, po dëgjoj tani si transaksionet e biznesit, që puna është punë, familja është familje. Mos i ngatro këto të dyja. Pra, në punë jemi strikt, jemi objektiv, shikojmë dhe analizojmë, ndërsa në familje është tjetër gjë, jemi subjektiv, jemi emocional, empatik dhe sigurisht edhe në punë të gjitha këto duhen. Por ndonjëherë duhet të jemi pra të prerë në sa gjëra. Kjo është ajo që doja të thoja. Sidomos nëse ne duam për shembull arritjen e synimeve dhe dëshirave tona, sepse ka individ që mund të na pengojnë për të arritur ato që ne duam. Dhe edhe këtu shkruhet vizioni i qartë që ne thamë dhe në fillim, dhe kjo kartë simbolizon shumë punën, devotshmërinë, punë të palodhur, ditë për ditë pra me gola dhe synime pak çdo ditë, si të thuash, jo një herë shumë dhe një herë jo, çdo ditë punë konsistente. Kjo është ajo që po ndjej. Dhe të kemi njerëz që na suportojnë. Nëse nuk na suportojnë në këto që ne duam, nuk ka problem. Besoj në zërin tim të intuitës, dëgjoj zërin tim të intuitës dhe thjesht e di që nëse është e thënë, këta individ do të vinë në jetën time. Dhe pra, kjo erdhi si kartë e grupimi numër 1 dhe mendoj që mund të kenë ndërlidhje me njëra tjetrën, kështu që nëse dëshironi ose nëse ndjeni të udhëzuar, mund t'i dëgjoni të dyja. Dhe gjithnjëherë sa herë shoh këto e thash që ndjej këtë ndjesinë mjaft më. Kjo është ajo që dëgjoj dhe shikoj. Mjaft më ka ardhur mbaj të hundës. Dhe në këtë grupime lidh shumë me faktin që mjaft më për njerëzit që duan t'ju flasin dhe t'ju injektojnë dyshim në jetën tuaj, në arritjen e golave të tjerë. Apo të zgjidhni çfarë të bëni, unë mendoj që duhet zgjedhësh këtë ose zgjidh këtë, zgjidh atë. Pra jo unë mendoj, por zgjidh këtë, sepse të them unë. Dhe ju jeni mjaft më, dua të dëgjoj zërin tim një herë, të paktën një herë, çfarë po më thot, çfarë do vërtet intuita ime që unë të bëj, cila është rruga e duhur vërtet. Dhe kjo kartë gjithnjë më lë atë shihen që duhet të mbroni energjinë tuaj. Edhe nëse ju nuk keni kontakt me këta njerëz, mos mendoni që korda energjetike shuhet. Ajo është ende aty. Dhe madje nëse keni në vazhdim ende emocione si për shumë emocione jo dhe aq pozitive, dyshime dhe frikëra, do të thotë që janë përsëri nga e kaluara duke ju ambjell këto ose thjesht edhe nëpërmjet distancës. Edhe në mënyrë të pavetdijshme, pra ndoshta nuk e bëjnë me vetdije këtë gjë, por ju jeni kaq të hapur tani. Edhe intuita juaj është amplifikuar dhe jeni kaq të hapur ndaj kësaj energjie, saqë e ndjeni për te kozë hapësirës. Dhe ideja është që të vazhdoni dhe të mbillni, pra të hiqni këto fara të mbjella frike nga e kaluara, të mbillni fara të reja, besimi. Pra të rinovoni kopshtin tuaj të mendjes dhe të mbillni farat që ju doni të keni në jetë. Mendime të bukura, mendime prosperiteti, mendime mirëqenie, mendime dashurie ndaj vetes, ndaj punës suaj, të përkushtoheni si të thuash, dhe me pasion të vazhdoni dhe të ndiqni atë që intuita juaj ju thot. Ky mbret në fakt është vërtet shumë pasionant, karizmatik, një lider si të thuash. Pra ju nuk keni nevojë të dëgjoni të tjerë t'ju thonë çfarë të bëni. Ju jeni ata që mund ta zgjidhni vetë dhe shumë bukur mund të drejtoni rrugën për të tjerët. Kjo është energjia që mbartni. Por gjithjetën ndoshta keni luajtur, si thuash, keni menduar se jeni të vegjël. Nuk është se ka njerëz më të mirë se të tjerët, por ka njerëz me energji të ndryshme, ka njerëz me karakteristika të ndryshme, me karakter të ndryshëm, siç është paraqitja e ndryshme, dhe ideja është energjia juaj është tamam një lideri. Dhe ju keni dëgjuar gjithnjë çfarë ju thonë të tjerët. Duke luajtur ata një rol si lider, si të themi, në jetën tuaj, por ka qenë një këshill jo dhe aq e mirë për ju, sepse pata një
një sinjal në veshin tim të majt, pra që tregon që kanë qenë udhëzime keq udhëzime, si thua, nuk po di si ta them tani, por që ndoshta nuk ju drejtoni në rrugën e duhur për ju. Ndoshta pa dashur e kanë bërë këta njerëz, por thjesht janë nisur nga perceptimi i tyre. Dhe perceptimi i tyre vjen për shembull nga ajo çfarë ata mund të bëjnë, nga aq sa ata mund të arrijnë dhe ndoshta vizioni dhe ëndrat për cilën ata janë krijuar dhe nuk ka të bëjë me ju. Ju mund të keni një drejtim komplet ndryshe. Por keni kujdes sepse energjia juaj është shumë thithse. Dhe ju merrni nga midisi ku ju jeni. Pra keni kujdes me kë shoqëroheni. Sepse ju e humbisni shumë lehtë këtë aftësi për të dëgjuar zërin e brendshëm nga njerëzit që jeni përreth. Dhe kur jeni vetëm, duket sikur çdo gjë shkon vaj, ju e dini çfarë do bëni, ku do shkoni. Pa shumë mund, por kur jeni me të tjerë, gjithçka duket sikur sforcohet, të mundohet, ju keni probleme. Edhe vetë numri 9 tregon që ju vetëm funksiononi më mirë. Pra, ju ndoshta s'keni nevojë për të tjerë të ndihmojnë që të arrini ëndrat tuaja, synimet tuaja. Me pasionin tuaj, me dëshirën tuaj, me mendimet tuaja, me mënyrën si manifestoni, me mënyrën si për shembull i sjellni gjërat në jetë. Kjo është ajo që ju ndihmon dhe nuk ka nevojë të keni të tjerë. Megjithatë, di shumë që një person në këtë moment kur ju fitoni pavarësinë tuaj, një person nga e kaluara që ka një energji pozitive do të vijë për t'ju suportuar dhe tani më ju do të mund të ecni në këtë rrugtim të dy. Pra nuk ka nevojë që të vareni, siç e shikoni dy persona thjesht po ecin me njëri tjetrin, për krah njëri tjetrit, por nuk është se dikush po varet tek tjetri apo po merr më shumë nga tjetri apo si thua po ecën në kurriz të tjetrit. Janë të dy duke ecur dhe janë në balans të dy, me diellin dhe hënën, energjinë maskullore dhe energjinë femërore në balans. Çka bën të mundur që ju të mund të, pra nëse ju i keni të dyja në balans, vetë ju mund të krijoni dhe ju mund të jeni në balans në çdo sferë të jetës, pa patur nevojë për një partner, për një mik, për një mikesh që t'ju plotësoj. Pra kjo është gjendja e vërtet e pavarësisë, por jo pavarësi në kuptimin që pra të mos kaloni tek pjesa që unë mund ta bëj vetëm, s'kam nevojë për të tjerë, faleminderit, por në këtë pjesën dhe energjinë e bukur që po, unë mund të arrij shumë gjëra vetë, duke dëgjuar intuitën time, duke ndjekur pasionet e mia. Ama është bukur të ecësh me dikë apo jo, të shijosh perëndimin me një person, të ndash mendime dhe fjalë dhe eksperjenca dhe kujtime të bukura me këtë person. Dhe shpreha e bukur që po dëgjoj është blidh kujtime dhe jo sende. Pra, juve kjo ju pëlqen. Fundja, ju mund të arrini shumë, sepse nuk është se ka karta që lidhen me aspektin e prekshëm këtu. Janë të gjitha në aspektin mendor, shpirtëror dhe në një karrierë për shembull që s'ka të bëjë me diçka të prekshme, por shërbim ose nuk e di, diçka e tillë, pra thjesht pasioni juaj ka të bëjë me sigurisht që mund të ketë të bëjë me diçka të prekshme, por mos e shumti ose më tepër lind nga aspekti shpirtëror, mendor, ndërveprimi me të tjerët, pra ne thash shërbim. Dhe ideja është po, unë mund të kem sukses, ama përmbushjen e vërtet e gjej tek kujtime, tek momentet e bukura, tek thjesht një moment kaq i bukur, edhe kur shikon këtë kartë është kaq frymëzuese, thjesht të bën ta humbasësh dhe të reflektosh, të meditosh dhe të pretosh të ndjesi paqeje. Po e mbaj për ju. Mund ta ndaloni videon, mund t'i bëni screenshot. Foto sigurisht. Se për shaka se s'ka një problem. Por që është vërtet shumë e bukur. Dhe si që shikoni janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Ama janë, pra ngjyra e trupit ndryshon, ngjyra e flokëve ndryshon. Ama janë, si të thuash, në sinkron. Është një ndjesi shumë e bukur që po përjetoj tani, pra që nuk është se jeni 100% njësoj me këtë person. Si thuash, po kemi çdo mendim njësoj. Ama respektoni mendimet e njëri tjetrit dhe ju pëlqen perspektiva e njëri tjetrit. Dhe le të shohim se çfarë përgjigje do të vijë si përfundim. Erdhën karta vërtet shumë të bukura. Si fillim, erdhi energjia që ne folëm. Të rikonsideroni marrëdhëniet që keni patur. Dhe energjinë dhe atë, si do thuash, çfarë impakti kanë patur tek ju. Pozitiv apo negativ. Çfarë mendimesh ju kanë ushqyer në mendjen tuaj. Dhe ne e thamë, kjo është shumë e bukur, ju jeni kaq të mëdhenj, por ju kanë bërë të ndjeni shumë të vegjël. Ju kanë bërë të ndjeni sikur ju nuk i merrni dot vendimet vet. Ti duhet bësh çfarë them unë, sepse do drejtohesh në drejtim gabuar, ndërkohë që kjo s'është as pak e vërtet. Pra ju kanë bërë të ndjeni të vegjël dhe shikoni që hëna simbolizon intuitën dhe hëna është e përgjaktë dhe e kuqe, që do të thotë sinjali që unë mora
kanë qenë udhëzimet jo të duara për ju dhe ndoshta edhe me synim ose pa synim. Unë uroj që të jenë pa synim, prandaj them këtë që nuk e kam patur atë synim të keq, por sigurisht që ekziston dhe mundësia tjetër apo jo. Dhe kanë qenë me këtë synimin që të mos shkoni në këtë lloj rrugtimi dhe ndoshta të arrini atë që doni. Kjo është ajo që po ndjej. Dhe tani mesazhi tjetër, çlirojeni, thjesht zgjidhni ndryshe. Kjo është e karta tjetër. Zgjidhni dhe kjo më duket se erdhi në grupimin numër 1 ose 2, nuk e mbaj mend tani. Të thënë drejtë nuk e mbaj mend, por erdhi në një nga këto grupime, nëse e ndjeni të arsyeshme që ta shikoni njërin prej tyre, do thotë që kanë lidhje me njëri tjetrin. Pra zgjidhni diçka tjetër. Zgjidhni një rrugtim tjetër. Zgjidhni të dëgjoni intuitën tuaj, sepse shikoni, syri ka hënën në mes, pra hëna simbolizon intuitën, dëgjoni intuitën tuaj. Edhe vetë syri simbolizon pra intuitën, syrin e tretë të shikoni vizione të qarta. Ku do në tjeni, kush do në tjeni. Dhe 2 kartat shumë të bukura, unë i preferoj vërtet shumë. Tani më që keni zgjedhur ndryshe, keni zgjedhur të dëgjoni intuitën tuaj, bëni gati për të marrë çfarë është e thënë për ju, e destinuar për ju. Çfarë është e shkruar në yje për ju, duke qenë se është ylli këtu dhe kjo është ajo që dëgjova. Pra është e shkruar në yje që përpara se u të lindni. Pse e prisni mendjen? Kjo është ajo që po dëgjoj. Dhe mund të ketë lidhje me këtë kartë, mund të ketë lidhje me këtë shpërblimin që po vjen. Ndoshta diçka nga e kaluara që ju e meritoni që të shpërbleni për këtë. Dhe ja tek është dhe karta që tregon që ju po e merrni në jetën tuaj diçka të prekshme. Por si kristal simbolizon shumë që mund të mos jetë e prekshme, mund të jetë një uri, motivim, mund të jetë duke qenë se ne thamë që nuk lidhet shumë ky grupim me gjërat e prekshme. Mund të ketë lidhje sigurisht për disa prej jush, por për shumicën prej jush lidhet më tepër me këtë aspektin e njohurive, mindsetit, energjisë pozitive, qoftë edhe nga të tjerët. Shpërblime, si të thuash, në aspektin e paqes së brendshme, pra këto janë gjërat e paprekshme që ndoshta për ju vlejnë më shumë se sa të prekshmet. Lumturia, paqja, harmonia, balanca emocionale, janë shumë të rëndësishme. Të keni një sistem nervor për shembull të qetë dhe jo me zhurmë kaotike, siç zhurma jashtme, po edhe vetë zhurma që është e paprekshme. Pra zhurma jashtme e cila mund të shkaktojë dhe probleme me veshët që unë ndjeva dhe sinjalit e veshëve. Por ideja që ndoshta keni vesh shumë sensitiv, kjo është ajo që po dëgjoj, edhe vetë personalisht, nuk i duroj dot zhurmat e larta. Nuk duroj dot kur të tjerët flasin shumë lart dhe nuk e di pse, por dëgjoj kaq shumë, si të thuash, për shembull kafshët nuk dëgjojnë njësoj si ne dhe shpeshherë edhe macet e mia nga zhurmat që për ne, okay, janë të larta, për ato janë super të larta. Dhe edhe kafshë ndryshme kanë mënyra të ndryshme dëgjimi. Prandaj edhe mund të ndodhë me njerëz që nuk kanë të njëjtin kapacitet shikueshmërie, dëgjimi, nuhatje, prekje, të tjerë, pra jemi të ndryshëm. Sado që jemi të gjithë një, si të thuash, por jemi të ndryshëm në mënyra tona unike. Dhe kjo është zhurmë e jashtme që ka qenë akustike dhe ju ka shkaktuar dëm, si të thuash, në emocione, në stabilitetin tuaj. Tani më po evitohet dhe kjo është një dhuratë për ju që të mund të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Këto janë mesazhe që mund ta të mbledh për ju për grupimin numër 3 dhe uroj vërtet shumë të rezonojnë me ju. Ishte një grupim shumë interesant, të gjitha në fakt ishin shumë interesante. Do doja të dija opinionin tuaj në komente, sa rezonoi me ju, çfarë konfirmimi mund të ketë qenë për ju. Jam shumë injose për gjithë për ju që komentoni, që jeni pjesë e këtij komuniteti, për mua do të thotë jashtëzakonisht shumë dhe e vlerësoj nga zemra. Faleminderit për komentet e bukura, fjalët e ëmbla. Shumë faleminderit për të gjithë. Shihemi në videon tjetër, mirupafshim.